Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, Alba ka reaguar për herë të parë publikisht përmes rrjeteve sociale, ku ka zgjedhur të ndajë me ndjekësit një postim mbështetës nga Yll Dreshaj, ish banor i formatit Ferma VIP. Në reagimin e tij, Ylli e përgëzon Albën për vendimin që mori, duke e cilësuar atë si një hap të guximshëm dhe të menduar mirë. Ai vë në pah maturinë, forcën shpirtërore dhe dinjitetin që Alba tregoi gjatë gjithë qëndrimit të saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë, pavarësisht presioneve dhe situatave të vështira me të cilat u përball. Sipas Yllit, Alba ishte një nga figurat më të forta dhe më autentike të këtij edicioni, duke shtuar se ajo u përball me manipulime të vazhdueshme brenda lojës. Në mesazhin e tij, ai shprehet se largimi i saj ishte vendimi më i duhur që mund të merrte në këtë fazë të jetës. Ky ishte vendimi më i duhur i jetës tënde, shkruan Ylli, duke e quajtur Albën kryevepra dhe kryefjala e këtij Big Brother. Madje ai aludon edhe për manipulime dhe shfrytëzim të situatave në videot e paraqitura nga produksioni, duke lënë të kuptohet se Alba nuk është trajtuar gjithmonë në mënyrë të drejtë gjatë transmetimeve. Ky reagim ka ngjallur interes të madh tek publiku dhe ka hapur diskutime të shumta në rrjet, ku shumë ndjekës janë rreshtuar në mbështetje të Albës, duke vlerësuar vendimin dhe qëndrimin e saj pas largimit nga reality show. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.